Dhjetori që është avanttimër. Atëherë, me rënien e temperaturave, është vënë re edhe një rritje e numrit të vizitave që ne hasim në përditshmëri. Mbizotohen kryesisht infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore, të cilat kryesisht trajtohen thjesht në mënyrë konservative, pra thjesht duke këshilluar pacientin që të hidratohet, të monitorojë temperaturën dhe më pas nëse këto simptoma persistojnë, atëherë i rekomandojmë që të vi sërish për i kontroll dhe për të parë mundësinë e shtimit të ndonjë mjekimi. Ka njerëz të panikosur se duke menduar se ndoshta janë prekur nga Covidi i mutacioneve të reja? Që pas periudhës së Covidit, njerëzit mund të themi që janë disi më të friksuar, pra vinë që me temperaturën e parë, që me dhimbjen e parë në kujdes më të shtuar edhe në një farë frike se mos kemi sërish në një virus të çuditshëm që mund t'i sjellë domethënë një sëmundshmëri më të lartë. Në fakt çfarë rezulton në gjitha rastet? Në fakt kemi një mix, një forma të lehta edhe të Covidit edhe të gripit të influencës. Por edhe viroza adenoviruse që janë të rrugëve të sipërme respiratore, kryesisht. Çfarë ju këshilloni në tërësi? Në tërësi këshillojmë një ruajtje, pra njerëzit të evitojnë vendet e mbyllura, qëndrimin për një kohë të gjatë në vende të mbyllura, dhe të evitojnë dhe takimet e shpeshta me njëri tjetrin në periudhat që janë me infeksione. Dhe ka kur raste të avancuara dhe si jeni sjell me ta? Aktualisht kemi patur dhe raste me pneumoni të shtruara, por janë kryesisht pacient me smundje kronike, pra me patologji shoqëruese që le të themi bëjnë forma pak më të rënda të pneumonive, pra bëjnë komplikacione të këtyre infeksioneve. Sa shkon numri vizitave në ditë apo në javë? Në ditë mund të themi që kemi një numër deri në 10-15 vizita. Por një pjesë e mirë e rasteve paraqiten tek mjekofamiljes apo dhe në urgjencë në fakt. Një numër i madh pacientësh sidomos dhe pas Covidit, pra siç thamë më parë që kanë këtë ndjesinë e panikut, përplasen në urgjencë, por që realisht në fakt duhet drejtohen te mjekofamiljes dhe të vlerësohen atje pa shtuar numrin e vizitave dhe pa mbingarkuar urgjencën, dhe ndërkohë pa rritur dhe shanset që pacientët që realisht kanë nevojë për trajtim në urgjencë të riskohen nga këta pacientë që kanë thjesht një sindrom viral dhe të shtojnë pra infekciozitetin. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme, besoj që duhet theksuar në këtë periudhë. Pra, pacientët që janë apo individët po themi që janë pas smundje shoqëruese dhe kanë thjesht një virozë, nuk duhet që të përplasen në urgjencë, por duhet të drejtohen mjekut të familjes ku janë më të reduktuar, ku është më i reduktuar numri i njerëzve që kalojnë aty çdo ditë, dhe në këtë mënyrë ulin dhe infekciozitetin, pra ulin numrin e rasteve që janë me sëmundje shoqëruese që mund të bëjnë forma të rënda të virozave në këtë periudhë të ngarkuar. Nëse do të t'i ndalim në fasha moshore, cilat mosha janë më të prekura momentalisht? Fëmijët dhe të moshuarit apo ka edhe mosha tjera? Të gjitha moshat, por sigurisht që mbizotërojnë gjithmonë fëmijët dhe moshat të moshuarit, domethënë.